Një krishter duhet që t'i bindet autoritetit të qeverisë, të shtetit, në të cilin banon sepse e ka urdhër. Kristologjia gjithmonë na vjen ndihmë në raste të tilla. Kur Krishti ballafaqohet me të dërguarin e perandorisë romake në viset e veta, pra në Palestinën e asaj kohe, në Izraelin e asaj kohe, Pilatin, Ponc Pilatin, ai i thotë që unë e di shumë mirë, thotë që pushteti që ti ke mbi mua është pushtet që të është dhënë nga Ati. Pra, nuk e sfidon atë gjën, por pranon që ai pushtet që ka përpara është pushtet i dhënë nga Perëndia. Dhe pastaj mbi atë shembull, të dy apostujt, po themi pararendës dhe që kanë shkruar një pjesë të madhe të dhjatës re, qoftë apostulli Pal dhe qoftë apostulli Pjetër, Pali në kapitullin e 13 të Romakëve, 1-7, e thot urdhër, thot nënshtrojuni, çdo njeri duhet i nënshtrohet autoritetit, sepse autoriteti thot është aty pikërisht për të ndëshkuar të ligën dhe për të mbrojtur të mirën dhe për të bërë të mirën. Të njëjtën gjë do thot edhe Pjetri në letrën e parë kapitullit 2 në mos gaboj. Që është e njëjta gjë, që thot besimtarëve nënshtrohen. Pra është një urdhër në shkrimin e shenjtë, por nuk është urdhër i parësyshëm dhe nuk është një urdhër, dhe ndaj thash pyetja është komplekse, sepse në pyetjen tënde dukej sikur me pushtet neve nënkuptojmë vetëm pjesën politike. Ndërkohë që politika është thjesht një domen i pushtetit. Pushteti është më i gjerë se aq. Dhe ne e dim shumë mirë që ka dhe pushtete të tjera, siç është kultura, që është një pushtet shumë i fuqishëm, që është gjuha, është një pushtet shumë i fuqishëm, që është arti, e ku diun se çfarë, tregu, e më thet tash. Pra, dua të them që ky miti që me pushtet laik ne nënkuptojmë, pra me njëherë ne themi, okay, këta besimtarët ose çështjet shpirtërore janë një pushtet shpirtëror që janë ndryshe dhe këtu kemi politikën dhe qeverinë që është pushtet tjetër. Ndërkohë që ne e dim shumë mirë që jetojmë në një botë ne besojmë që është e krijuar, besojmë që pushteti në këtë botë i është dhënë individit dhe individi me atë pushtet, ndërsa ne si qenie njerëzore jemi ndërpersonale, pra ne kemi nevojë për njëri tjetrin dhe kështu kemi krijuar familjen, bashkësi, shoqata, shtetin dhe pikërisht në mënyrën se si ne ndërveprojmë përdorim pushtet. Qoftë pushtet individual, qoftë pushtet shoqëror apo organizativ, qoftë pushtet shtetëror dhe pra pushteti është më i gjerë se aq. Dhe për t'ju përgjigjur pyetjes së dytë, pra nën pyetjes që kishte direkte, unë nuk shoh asnjë problem për aq kohë sa qeveria, shteti është, unë besoj, një dhuratë që Perëndia ja ka dhënë njeriut dhe na e ka dhënë neve, pra e shikojmë që në fillim në Zanafil e bën këtë për të shmangur anashin, e bën këtë për të shmangur gjakderdhjen mes vëllezërve, pra se si duhet të ndëshkohet ai që merr jetë njeriu. Dhe pastaj e shohim se si ai zhvillohet pra se si shteti i cili ndëshkon të ligën dhe nxit të mirën zhvillohet dhe merr forma të ndryshme dhe e kemi parë edhe në histori që shteti ka lëvizur, për të gjithë studentët e drejtësisë e din shumë mirë sepse kanë bërë teorinë e shtetit dhe historinë e institucioneve, se si lëviz duke ardhur në sot shumë format moderne të shtetit që ne kemi sot. Pra, është urdhër biblik, 2 është krijesë e Perëndisë, pra Perëndia ja ka dhënë njeriut për të mirëqeverisur, por si çdo gjë tjetër me pushtetin, mundet që të shpërdorohet nga qenie të rrëzuara siç jemi ne dhe mundet që të mundet kthehet në mjet, në vetvete, qëllim në vetvete.